Asnjë deputet nuk ka nis asnjë foltor, ju lutem korrigjojeni. Antar kryesie. Po, është një antar kryesie, i cili ka një agjendë personale, i uroj ta vazhdoj sa të ketë që. Është një antar kryesie, i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë mbledhje kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek, i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agjendë personale, ta vazhdoj gjërë në fund. Se çfarë ishte salla, atë di unë i përgëzoj strukturat e Durrësit që nuk u mashtruan nga një takim me agjendë strikt private. Pra ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani? Urdhë? Ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani? Agjendë të deklarosh se militanti i demokrat nuk ndigjohet, nuk ka mashtrim më të madh, mbasi para jush dhe gjithë shqiptarëve, këto 4 vite militanti demokrat ka votuar sa kur në ekzistencën e tij. Dhe vota është mënyra më mirë e ndigjimit. Pra, të ndjekësh një agjendë personale është një zgjedhje të cilën unë s'kam asnjë kundërshtim. Si i sfiduar ndiheni? Unë i sfiduar? Apo ndjek të njëjtën rrugë Mos e pyet. Urdhëri? Apo ndjek të njëjtën rrugë si ju në 2021? Mirë. Ai po ndjek një agjendë personale dhe kaq. Të vazhdoj me agjendën e tij personale. Ajo edhe një i përgëzoj antarët dhe demokratë të Durrësit, të cilët e braktisën, i përgëzoj. Aty ishin, jo, ata çfarëisht të u them unë ju. Ishin një grup të pakënaqurish sepse nuk u futën në listat për deputet dhe kishte tjerë që punuan për Partinë Socialiste, që është të vërteta, dhe kanë frikë analizën që do bëhet, se do u dalë, prandaj duhet analiza në parti, sepse ata që i kanë tradhtuar militantët që punuan për amidurmisht e të tjerë, ata sigurisht që do japin hesap, do japin para strukturave. Ata të cilët morën udhëtime turistike gjatë fushatës. Jo, nuk po parajmoj, llogaridhanje parajmoj. Sigurisht llogaridhanje. Ata që në vend fushatës zgjodhin turizmin, në mes të fushatës, natyrisht ata bashkohen sepse kanë qëllimet e tyre. Zgjedhja është thelbi i lirisë. Ai ka bërë as zgjedhje, e gëzoft zgjedhjen.